survejanca e sëmundjeve infektive në vend, ne nuk kemi raste të reja apo të tjera të konfirmuara apo dhe të dyshuara me E-tenilit perëndimor. Nga mendohet se ka marrë sëmundjen ky 72 vjeçar në Korçë? Duhet të theksojmë një fakt që E-tenilit perëndimor është sëmundje e cila transmetohet nëpërmjet mushkonjave, të cilat janë bartëse të virusit, të cilën e marrin nga zogjt apo kuajt e infektuar. Kështu që automatikisht mendohet që rasti është infektuar sipas coj e pickimit të një mushkonje, duke menduar që personi nuk ka udhëtuar jashtë vendit. Do të thotë që ne i kemi të pranishme të mushkonja në vendin tonë. Çfarë masash po merren? Atëre, mushkonja është e pranishme në vendin tonë. Masat që janë marrë, dihet që Instituti i Shëndetit Publik ka një program për dezinsektimin, i cili është një program që është i vendosur prej shumë vitesh dhe konsiston pikërisht në luftën kundër mushkonjave në periudhat të caktuara të vitit, periudhat të cilat mushkonjat janë të shumta dhe është periudha e shumimit të këtyre mushkonjave. Duke qenë se ka pasur një shtim të rasteve në Greqi për sa i përket të jetëve të Nilit, a pritet që duke parë se ky person u infektua pritet edhe numri i tyre në vendin tonë? Shiko, e thash që sëmundja është një sëmundje që transmetohet vetëm nëpërmjet mushkonjave dhe jo transmetim nga njeriu tek njeriu. Në Greqi rastet nuk janë vetëm sot, kanë qenë dhe më përpara dhe nuk përbën rrezikshmëri për vendin prania e rasteve në Greqi me E-tenilit perëndimor. Ka qenë vetë pacienti që i është drejtuar spitalit dhe cilat kanë qenë të themi simptomat e para të cilat kanë dyshuar dhe mjetët për të kryer më pas edhe analizat laboratorike? Atëre, pacienti është drejtuar sistemit shëndetësor shqiptar, do me thënë sistemit të referimit, dhe duke parë që gjendja është rënduar, është menduar shtrimi i tij në spital. Shenjat fillimisht në pjesën më të madhe të rasteve janë shenjat të një gripi të lehtë dhe kjo përbën 80% të rasteve dhe vetëm 20% të rasteve janë shenja të cilat mund të tregojnë një sëmundje të rëndë, siç mund të jetë një encefalit dhe në këto raste detyrimisht pacientët shtrohen në spital. Ka një lloj të themi grup moshe që shfaqen më shumë këto simptoma, duke marrë parasysh mund të jenë pickuar, ndoshta moshat më të reja dhe nuk janë vërejtur simptomat, por ne kemi pasur raste. Atëherë duhet të them që personat të cilët e shfaqin klinikisht në mënyrën më të rëndë janë personat të cilët janë mbi moshën 60 vjeç, personat të cilët kanë një imunitet të ulët, si dhe personat të cilët mund të kenë bërë transplante apo ndërhyrje të rënda, mund të theme. Pra jo çdo person që mund pickohet nga mushkonja dhe jo çdo mushkonjë që na pickon është risk apo është e barabartë me sëmundjen. Mushkonjat mund të jenë të pa infektuara, na pickojnë dhe ne nuk shfaqim sëmundje. Çfarë masash janë ndërmarrë për të shmangur të themi një lloj siç ka qenë edhe në vitin 2024 ku infektuan mbi 100 persona, janë marrë masa për të parandaluar të themi një lloj përhapje të tillë? Sikurse e thash dhe në fillim, Instituti i Shëndetit Publik ka një program që është programi i dezinsektimit, i cili bën të mundur luftën kundër mushkonjave dhe ka vite që është vendosur ky program dhe si pasojë e këtij programi kemi zhduke, nuk mund të themi, po kemi një ulje të numrit të mushkonjave në vend. Dhe kjo bën të mundur që rreziku të jetë më i vogël. Megjithatë ne i drejtohemi popullatës që të ruaj, të marrë masat parandaluese, siç është lyerja me ilaçe për të kundër mushkonjave, pra kundër pickimit të mushkonjave, njëkohësisht të eliminojnë sa të jetë mundur ujërat e ndenjura nëpër shtëpiat e tyre dhe derdhjen e plerave dhe dezinfektimin e plerave. Janë shumë të rëndësishme këto gjëra që ne i kërkojmë popullatës. Ne dimë që dezinsektimi kryhet në periudha të caktuara të vitit. Në këto momente që flasim, a do të merret një
Do të rikryhet ky proces në zonat me risk më të lartë? A mund të bëhet? Sigurisht në çdo moment puna vazhdon dhe tani që ne flasim, grupet e Institutit të Shëndetit Publik janë në terren për të bërë dezinsektimin në të gjitha zonat e përcaktuara. Hetet e nivelit transmetohen kryesisht nga një lloj mushkonje. Cilat janë ato zona që kanë risk më të lartë në Shqipëri? Instituti ka kryer një studim të zonave ku ka risk dhe dihet domethënë që janë zonat kryesisht zonat bregdetar që kanë pasur risk për pranimin e kësaj mushkonje dhe aktualisht në këtë zona puna vazhdon dhe dezinsektimi vazhdon. Në këndvështrimin e një specialisti, sa mundësi për hapje kanë ethet e nilet në Shqipëri, duke marrë shkans edhe nga situata në vendet e rajonit? Nëse ne do të marrim si popullat, do të kemi parasysh këshillat që jepen që të eliminojmë sa më shumë tjetë e mundur pickimin nga mushkonjat, risku nuk është i lartë. Edhe një pyetje nga ime, përsa i përket analizave laboratorike, në një film e shëndetësisë që janë kryer 3 vjet nga fillimi i vitit 2026. Në çfarë bazave